Në një atmosferë të veçantë, krijimtarie, ngjyrash dhe emocionesh, u zhvillua ekspozita e nxënësve të shkollës fillore nga rajoni i Strugës me rrethin. Ky aktivitet mblodhi bashk shumë fëmijë të talentuar, të cilët përmes vizatimeve dhe punimeve të tyre artistike shfaqën botën e tyre imagjinare, ndjenjat dhe mënyrën se si ato shohin realitetin përreth. Ekspozita u shndrua në një hapësirë ku arti i fëmijëve mori jetë, ku çdo punim tregonte një histori të veçantë. Nxënësit patën mundësi të prezantojnë talentin e tyre dhe t'i ndajnë atë me publikun, pasionin për pikturën dhe krijimtarinë. Pjesëmarrja e shumë shkollave fillore dëshmoi se rajoni i Strugës ka shumë talente të rinj, të cilët meritojnë mbështetje dhe inkurajim për të vazhduar rrugën e tyre artistike. Fillimisht, mirë se keni ardhur. Një eveniment i tillë, siç nuk ka ndodhur më përpara, domethënë me gjithë shkollat kemi bërë një lloj gare, jo që të bëjmë gara se kush kë ta sfidoj, por për t'i stimuluar nxënësit dhe pedagogët e shkollave ndryshme që në të ardhmen të vazhdojnë këtë formë dhe gjithmonë të nxjerrin kuadro dhe nxënës të cilët do vazhdojnë për punën e artit më tutje. Unë jam shumë i kënaqur dhe shumë i gëzuar që keni ardhur gjithë sonte dhe vjen mirë që këtu ka edhe nxënës të shkollave tona, edhe të gjithë shkollave tjera, edhe pedagogët janë këtu. Kështu që ne u munduam në një formë të selektojmë këto punime. Tash fatkeqësisht ka rënë disa punime që nuk kanë qenë, që nxënësit kanë menduar që mund të jenë me vlerë të madhe, po këto janë ato definitivisht që kanë ngelur. Përveç ekspozitës, aktiviteti përfshiu edhe një garë mes nxënësve, ku juria vlerësoi punimet më të bukura dhe më kreative. Përzgjedhja nuk ishte e lehtë, pasi çdo vizatim kishte një veçanti, një ide dhe një mesazh të bukur. Nxënësit u vlerësuan me origjinalitet, përdorimin e ngjyrave, kreativitetin, mënyrën se si ishin shprehur mendimet e tyre përmes artit. Nga shumë punime të paraqitura u përgjodhën talentet më të spikatura të shkollave fillore të rrethinës. Kjo garë nuk ishte vetëm një konkurim, por edhe një mundësi për fëmijët të mësojnë të frymëzohen nga njëri tjetri dhe të kuptojnë rëndësinë e artit në zhvillimin e tyre. Dhe është ndarë për këto 3 çmime në vizatim dhe 3 në pikturë. Kështu që unë dëshiroja që me radhë tani të fillojmë me për e parë të ndajmë këto çmimet në vizatim, duke filluar nga vendi i tretë, që është nxënësi me emër Zlatko Lambeski, në vendin e tretë, nastavnikut që može da go vzeme i jedna knjiga mu dodeluvam. Vendi i dytë për vizatim, Hana Iljazi. Hana Iljazi, mund të marrë e pedagogja. Ja dhe këtë librin, mësojnë për Nën Terezën. Për vizatim i shkon Dorar Ziva. Dorar Ziva, mund të vitë Me e mërësim taj. Dhe tash qofim në kategori e pikturës, si që shifni këta piktura është shumë vështirë që të zgjedhish vend parë, 2, 3 apo jo, po ne jemi munduar që zgjedhim atë më të mirën dhe duke vazhduar kështu vend 3 merr nxënësja Jonida Roçi, ka shkolla e Belicës, urime, bravo, sukses. Vendi i dytë shkon për Genc Gjeladini, dhe shumë në valibë të tjera. Urime djali, edhe sukses. Dhe vendi i parë në piktur Andrea Nonevska. Čestit ki? Bravo. Uspeh. Okej. Unë jam Genc Gjeladini, jam nxënës i klasës 9-4.
Çfarë ke dash të tregosh me këtë lloj pikture, sepse shohim që ngjyrat janë shumë të bukura. Po, kam përdorur gjëra të ndryshme. Me këtë pikturë kam dashur unë të shpreh bukurinë e natyrës, pra me gjëra të ndryshme si një mozaik. Si mozaik në Po. Kush ta zbuloi ty e talentin që ke kaq shumë talent për pikturë? Faktikisht vetë zbulova këtë talent edhe mendoj që kjo është një pikturë shumë e bukur që u kam bërë. Po normal që është pikturë shumë e bukur, sepse juve faktikisht edhe u përzgjodhet ndër talentet më të mira. Tani, kush të stimulon më shumë për të pikturuar? Kush të përkrah më shumë? Kush më përkrah më shumë? Më shumë familja më përkrahën për kështu gjëra. Më shumë familja. Më shumë familja. Dëshiron që të ketë aktivitete të tilla më shpesh në qytetin ton? Po, dëshiroj të ketë më shumë aktivitete me kështu lloj piktura ku nxënësit pra dhe si shprehin talentin e tyre për artin në përgjithësi. Faleminderit. Përshëndetje, juve jeni? Jonida Roqi, Jonida, juve morët çmimin e vendin e tretë. vendin e tretë. Cilat janë pikturat e tua nga këtu? Pikturat e mia janë ajo vajza, që është si mozaik, Tupaku, Pema. Po tani të ndalemi pak e kjo pema. Pse ke bërë kështu ngjyrë të zezë? Pra, Çfarë do të shprehish? shpreh një gjë më të brendshme dhe nuk ka shumë çfarë të them se ka shumë fjalë. Shumë fjalë. Në fakt ti ke derdhur shpirtin aty apo? Po, Shumë. Piktura tjera cilat ti ke? Sa piktura ke sjell ti sot këtu? kam sjell disa për atyre, ato janë edhe këto të tjera pak më këtej. Ja, është kjo flutura, Kjo flutura. Me se është e punuar kjo flutura? është e punuar me akryl dhe disa ngjyra akryli. Pashu kjo ka një poezi të William Shakespeare dhe pashu e përfaqëson atë gjë. Domethënë ti e ke shprehur poezinë në piktura. Po. Shumë. Kurse kjo e dyta është në Kjo. po. Ajo është prej një filmi, besoj që të gjithë të rinjt e kanë parë. Është Venomi dhe e kam vizatuar. Kurse Simboli e qytetit në fakt. po, është edhe qytetit edhe një ndër që është një nga baletet më të famshme, liçeni i Mjelmave, dhe atë adhuroj shumë, Prandaj e kam shprehur edhe si në vizatim. Jonida, ti e ke, kush ta ka zbuluar ty talentin që ke talent në pikturë? I faleminderoj mamit, si çdo herë, dhe kam zbuluar kur kam qenë klase 5, pra firësisht, dhe kam bërë shumë piktura që normalisht pa ndalur kam pikturuar. Dëshiron që aktivitetet të tilla të ketë më shumë në qytet? Shpresoj që po në të ardhmen. Faleminderit shumë Jonida. S'ka përse. Përshëndetje. Përshëndetje. Na thuaj një herë kush jeni juve? Un jam Dorar Ziva, jam prej Livavie, edhe këto të dy janë vizatimet e mia. Cilin vend morët ti sot? Vendin e parë nga gara për në vizatim. Wow, urime. Faleminderit, ishte e papritur ndaj E papritur. papritur. Po, në fakt një person që ka talent normal që çdo herë do të duhet pres të tilla çmime. Ashtu është, ama unë fosha që vendi i tretë të marr, por Ti por të mendoj thonë që të të marrë vend e tretë. për zotin. Wow, sa bukur. Po na thuaj pak, çfarë ke shprehur? Çfarë ke dashur të shprehësh me këtë pikturën tënde, kaq të bukur që ke bërë? Por që me zort, si për shembull për personale të ndryshme, për dimdin, për afërsisht për jetën e përditshme. Për jetën e përditshme. Po tani ti jetën e përditshme e quajnë si shoqërinë e përditshme në fakt e quajnë me shumë fytyra këtu se këtu ke përshkruar shumë personazhe. Ashtu është, pak a shumë, fytyra të Do të thënë një person mund të ketë disa fytyra. po, fytyra të ndryshme. Çfarë klase, çfarë moshe ke ti? E teta ti boj 14 nesër una. Nesër ke ditë lindje. Nesër kam. Urime dhe një qitera. Si një vurat ishte kjo për mua. O, sa e bukur. Po ti mendon që aktivitetet të tilla duhet ketë më shumë në qytet për t'i stimuluar nxënësit apo edhe të rinjt të qytetit në të tilla aktivitete të artit? Sigurisht po. Kush ua prezantoi juve këtë projekt që sonte mirë një pjesë? Arsimtarja e klasës? Arsimtar Dipi, prej në Livavi. Një ndër edhe organizatorët. Po, një ndër. Unë uroj që juve të ndiqni rrugën e arsimtarit tuaj dhe nesër të jeni piktorët më të famshëm të qytetit tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. S'ka përse.
Јас сум Андреја Ноневска. Го нацртав ово уметничко дело според мојот омилен уметник Ван Гог. Тој ме инспирира бидејќи иако сметал дека неговите уметнички дела се неуспешни, во секој неуспех тој станал успешен по неговата смрт и тоа ме поттикнува и по секој неуспех да станам се поуспешна и поспешна. Ekspozita solli një mesazh të rëndësishëm. Talenti i fëmijëve duhet të dëgjohet, të shihet dhe të mbështetet. Çdo vizatim ishte një pasqyrim i imagjinatës së tyre dhe një dëshmi i krimtarisë që nuk njeh kufi. Fal aktivitetit, nxënësit e shkollave fillore të Strugës me rrethin patën mundësi të jenë pjesë e ngjarjes që bashkoi artin, edukimin dhe komunikimin. Në fund të gjithë ishin pjesëmarrës, u vlerësuan për përkushtimin e tyre, ndërsa fituesve që u përzgjodhen morën mirënjohje dhe për talentin dhe krimtarinë që treguan. Një ditë e mbushur me ngjyra buzëqeqe dhe shumë talente të reja që dëshmuan edhe një herë se ardhmja e artit është në duart e fëmijëve tanë.